dreka? Edhe pak gjani, mami. Po do vënohemi për ndeshjen, moj mami. Është edhe gjysmë finalja. Babi ku mbeti? Ndaloj me një shok. Po ty që s'po të duroj të shkosh në sport i bërë mësimet, se nuk të pash të nxjerrësh librat. Po mira, Urdhron. që ka për dreka akoma? E po bëni pak durim të shkretën edhe ju. Çdo të diel, po ky avas është. Ja, gati e kam. Si thua? Do fitojmë sot apo ja? Se di, me Partizanin s'na ecën. Hajde, do fitojmë se s'ben. Skuadra tonë është në formë. Mos kemi ara, ki pashtë të tërvit, jo. Ti bashkim bën mirë ta pyesësh djalin për mësimet, në vend që e pyet për sportin. Po pse kujt i di që se kam pyetur? Po ne bashkë me te ishim deri tani. Të iko mërzitja? Tani po. Ndam nga një pikë, jo keq. Po ti kur e ke ndeshjen? Të mërkurët. Po shiko. Pa gol mos majde në shtëpi, dëgjove. A të takoj pa goli? Takoj, po mos e trash shumë me te. O, babi, po dhe sot goljetina shpëtojnë. Mirë, po s'është puna vetëm te golat. Pastaj s'jeni të një moshe. Sigur nuk shkon. Ika, babi. Dhe mos u vëno, dëgjove. Rudinin ku e ke? Takoj një shok, tani vjen. Oh, prite se po të vjen. Po doli ai nuk di të kthehet. Ose ka fajin ai jo. Po kush e ka fajin sipas teje? Unë? Po kush tjetër? Ti që e le të lirë. Le po e merr edhe në stadium. Në vend që ti thuash or djal, u luaj mësose, kështu si e ke nisur do ngelesh në klasë. Nuk ngele, jo. Luan një çik më tepër se ç'duhet, po po të doj. Po ç'kan të tjerët më shumë se ai? E çdo ti të kenë më shumë. Mësojnë edhe nuk e humbin kohën kot së koti si ky yni. Ish bërë mendja top, futboll në mëngjes, futboll masdite. E po tani fëmijë është, Mira, edhe do të luajnë çik. Me karara, ma, jo kështu. Mirë. Po ta bisedoj unë me te. Ka vjen ku e vjen? Ati për para syve e ke. Po. Mirë thonë. Mendja she. Të të bede ty një. Jo, falenderit, nuk më pjetë. Hajde, të pimë bashkë. Pa, qloj që ke bërë sot, pa le e goli. Po karton e verde, pe? Po çka në albitrat me tyje? S'ke neshe që mos marrë që karton. Po më pra mo gjeti qërë kanë arbitrat. S'kudzon robi të bëj lojta mom se direkt e më karton. A thu se jemi në balet. Ta mbaj pak qanën. Ç'thota e kampionati juaj? Mirë, deri tani kemi fituar të gjitha ndeshjet. Po leni këto po me gola si e. 8 deri tani. Ja me. Hajde bota, hajde, ka që s'bëjmë as ne? Kur është finali? Mërkurën, do të vish? Do të vi si s'do të vi? Kështu thua gjithmonë ti. Unë ty të qofën dhe stër vite kurse ti. Shi, betohet goni që do të vi, nuk të rrej. Qendër sulmuesi i lagjës nëmër 6, po më pëlqen. E kam në klasë mësues. Ashtu? Si thua Arbër? E marrë në skuadrën tonë? Po, e marrë mësues. Ka ndonjë problem? Jo, asgjë. Ai si lojtar është shumë i mirë.
Skuadra jonë forcohet me të. Po të shkeni që mërziteni. Sa herë të keni ndeshje, unë me ju do të luaj. Po fillove stërvitjen me ata të pallatit, ti do të na e vazhni. Për kokë të nënës jo. Ja keni për ta parë. Ti mund të luash Rodin, po dy kohën e sjetër nuk mba. Dëgjoj Kimi. Unë kam stërvitje 3 herë në javë. Ditët e tjera jam I lirë. Që lusën më ka shumë. O Rodini o s'ka. Ti duhet ta kishe pyetur Rodin. Ne të kishim edhe kapiten, kurse ti na le. Po ju betojmë s'kisha nga t'ja mbaja. Pas ndesi si erdhi trajneri dhe arbri. U zura ngusht. Pranova. Jo pranove, jo. Por trahtove. Dritan, baje gojnë, ha? Dritan, skuadra pallatit ka drejtë të zgjidhë këtë dojë. Edhe kampionati I lagje për këtë bëhet edhe nuk bëhet kot. Mirë më atëherë, lutin e Rodinet ju. Sikur s'bën dot skuadra pa të. Po të mërziteni, unë nuk shkoj me skuadrën e pallatit. Shokët e mi e ju. Pastaj unë atje vetëm arbrin jo. Jo, Rodin. Ne vërtet jemi të mërzitur një çik, por edhe të gëzuar jemi se pallati vetëm nga skuadra jonë mori një lojtar. Sa Roma. Në mëngjes janë ata djemtë e Bogut 14, na kërkojnë ndeshje. Po ne sa po luajtur me ta. A ja over final bitet pra, se shëmbuqet mendja se I mund. E pse të mos luajmë prapë? Ne jemi kampionët e Tiranës, se frikën s'ua kemi. Jebe! Quna! Shikoni kush po kalon. Futbollisti I madh Rudin Dobi. Si e mbaka veten dreqi. Rudin, hajde se kam një fjalë. Ke stërvitje nesër? Po, kam. Sa keq. O Albani dhe tope. Hajde ozën vetë në. Po në qore ke, ha? Në 4:30. 4:30, 3:30. Shumë tërës. Pse kur e keni lënë ndeshjen? Në 3:30. Po mirë unë po vi dhe pastaj po shkoj drejtë në stërvitje. Se mos vonohesh, ha? Jo, nuk vonohem. Mirë, a do të luash tani mene? Jo, jam pak I lodhur. E po mirë si të duash. Mirë pashë. Mjaft me vrapjemi.
Do të vazhdojmë ushtrimet e tokës. Me forcën e krave do të bëjmë ulje dhe ngritje të trupit. Ashtu. Mirë jemi? Mirë. Shohuni merrni secili topin e tij. Ç'kishe sot? Mos ishe gjejse mu? Luajta me ata të lagjes për para ndeshjes. Me zipa më mbajnë këmbët. Pa do të kesh fuqi të mësosh tani? Se di. Rrezik të më mbyllën syt. Po, kemi agje për nesër, a? Po. Mirë mbrëmë, bashkë. Me pas ka zëngjumi djali. Erdi shumë i lodhur. As fuqitante e buk nuk pati. Edhe pallatin e pionerëve të tepërt e pati bashkë. Prite kur t'i rreshtoj 4 tani. Jo, jo. Ai që do të mëson. Mirë. E po nxënës janë edhe të tjerë. Ti ishte vetëm pallati i pionerëve, hajdete. Po këti tonit si ndaj shpirti as nga këta të mahallës. Copë bëhet për ta. Luaj këtu e luaj atje. E po një matho bashkën e si përballon do të gjitha këto. Jon pastaj në qilimi si ky yni. Mirë, ma lër mua këtë punti. Do bisedoj unë me te. Kështu thua gjithmonë ti. Do ta bisedoj sot, do ta bisedoj nesër. Edhe asgjë. Tërë ceremonira je. Ore bashkim, dëgjon mua. Mos ja zgjat, edhe mos e përkëdhele ke për të parë. Më mirë ka për të ecur. E po si thua ti? Një të thënë, një të bërë. Ta ndaj remendjen, ja këtë ti thuash. O me pallatin të luaj, o me mahallën. Ndryshe nuk ka gjën të rezidiali jonë. E po vetë puna do të shpjera ti, o Mira. Se kështu si thua ti është. Si bën do të gjitha njerëz. Para se t'jetë dhvona, ma. Se gjysma e vitit shkoj. Si thua? Ta zgjoj të mësoj. Po e kam thënë unë që ti e ekstremeve. Po pse ore pandej se i kap gjetrurja ti tani? Ore bashkim. Kur ti bëj këto muhabete nuk e kam hallin tek inat, jo. Po i bën shumë një të tilla, edhe nesër e këputi 4 në ytbir. Ja, kjo më shqetëson mua. E drejt. Diçka duhet bërë. Të shohim se ç'ke për të bërë. Do është diçka tani se vajti vonë. Mirë, më sill diçka. Më mbarove? Ja dhe një ushtrim. Unë sigur të më gjeta tabel. Veti ke zgjidhur? Po.
Të vi në tabel Kastrioti. Spartakiada e pionierëve këtë vit do të zhvillohet në qytetin e Durrësit. Ne do të shkojmë atje, në qoftë se do të mundim ekipet e forta të pionierëve të Partizanit, Dinamos dhe të 17 nëntorit. Me sistem rrjedhë do të zhvillohen ndeshjet? Jo me eliminim. Dimbës ditë u hollë dhe shorti. Me këna kanë mësues. Takimin e parë ne do të zhvillojmë me ekipin e Partizanit. Ndërsa Dinamo dhe 17 nëntorit do të ndeshin midis tyre. Pra, si që shikoni, detyra është e vështirë, por krejt e mundshme për të përballuar. Mirë? Tani, bëhuni gati për stërvitje. Digjor, ndaj më në dhe ti. S'mund të luash dhe me ne dhe me ato të lagjes. Lodha jote po bien sy. Po si thua ti tradhtoj shokët? Unë deri djeme ta kam lodhur. Për pallatin e pionierëve as që më kishte vajtur ndërmend ndonjëherë. Po të luash me pallatin, që nuk do të thotë si tradhtove shokët. Mirë. Pajtë mbusha mendjen e atyre. Aha. Kështu si e ke nisur? Do një ditë ndahesh dhe nga ne dhe nga ata. Por do të jetë vonë. Sot u bën 2-4. 2-4 për pak ditë. Unë kam të vështirë. S'di se si t'ja bëj. Ata në shokët e mi, jemi rritur bashkë. Jo, unë më mirë të lë pallatin si sa. A don të bisedojmë me ta? Do mbushin mendjen. Jo, është më keq. Do të kujton se të kam shtyruar. Shoku Bashkim, jemi shumë të pakënaqur nga përparimi i djalit tuaj Rudinit. Nuk po kuptojmë fare se ç'po ngjet me të këto kohët e fundit. S'ka qenë kur më i dobët se sa është tani. Mos ju si prind dini ndonjë arsye, ndonjë shkak. Ne nuk po e shpjegojmë dot. Nuk di çfarë them edhe unë. Shpesh gjumi mbi libra e ze. Po, Në qoftë se Rudini nis të mësoj natën vonë, sigurisht që gjumi mbi libra ka për ta zënë. Po le t'i themi troç gjërat. Duket sheshit që ai nuk mëson. Ku e harxhon kohën ai? nuk di ç'të them. Do ta kemë në kujdes djalin tim. Të them largohu nga sporti, s'ta them dot. Se e di vetë ç'do thot futboll. Një ndeshje të mos vete gati smure. Por ama edhe kështu si e bën ti. Moraja kupton se do të mbasësh vitin. Të roft futbolli pastaj. Po ti e di o babi, unë do të bëhem futbollist. Do të mbaroj shkollën e mjeshtrisë. Bukur. Aty më qëndro. Po e diti që edhe atje duhet mesatarja? I shikon skuadra sot? Veç ati gonit tënd, s'ka asnjë lojtar me 8 vjeçare. Bile edhe me të mesme numërojnë me gishta. Djalë, veri i gishtin kokës? I thejgjë mësuesës? Jo, nuk i thash. Por ama po vazhdove kështu? Me lojën që bërë sot së ndjemu nga sa arbrit. Po të ishte arbri më mirë do të na shkonte loja. O Rudin, po ka që s'mon shkjo arbrit? Se di, dje dhe sot ka munguar në shkollë. Po çka? Është ftorë? Më duket se grykët. Aha. Mirë se ardhë. Mirë, si jeni? Hajde në qëna, urdhëroni. Po që patë kështu arbër? Ja, në qi gyre. Asa do të kaloj shpejt. Kishte hallin e ndeshjes. Me zi e kemi mbajtur. Më presin shokët, thoshte. Më pre trajnerin. Që është e vërtet do bënë merak. E po ha? A e fituat ndeshjen apo jo? Fituat. E po shumë mirë, ju lumt. Në vendin tënë luajti Rodini. Kështu si e ka nisur ky? Ka për ta zënë vendin, prandaj shërohu shpejt.
Si e kanë syrin djemët? A do të fitojnë kupën, apo jo? Këta e din. Po të stërvitën rregullisht, e të mos kënaqen me pak, patjetër që do e fitojnë. Je ngritur prapë? Ja, në asin lan? Në muzikë. Kujdesa, me ata algjebrën sidomos. Na kërkojnë ndeshja ata të bllokut 1. Si thua, do të vish apo jo? A mos si thua, do të vish apo jo? S'di se si t'ja bëj. O Albi, po na vononi. Hajtë tim se do na zën fushën. Ama do vish apo s'do vish? Mirë, po vi, po tjetër herë mos më thoni. Unë busha me 4. Merr edhe topin me vete, ë? Arbër thela për gjysmë bisedën. Çka Rudini që herë duket i pafuqishëm? Mos lodhet edhe me ata të lagjës? Diçka më ka rënë sy? Po, luan dhe me ata. Unë i kam folur, por aje ka ca të vështirë, largohet për ty. Më duhet bisedoj vetë me ta. Kështu ai nuk mund të ecë më. Ç'po ndodh me ty kështu, Rudin? Përse ke rënë kaq shumë? Mëson ti apo nuk mëson? Përpara se të dëgjojmë vetë Rudinin, a dëshiron ndonjëri të flasë? Çdo, të thash njerë, s'kemi më llafe bashkë. Unë për të mirën tënde i kam, vetëm për të mirën tënde. Për të mirën time, ha? E di unë e di ku e ke hallin ti. Po mos të mërzi se s'ta zë njëri vënd. Rudin! Po jo, ç'keni? Mirë dita. Mirë dita. Para se të vija këtu, takova të jatin e Rudinit. U përpoqet ti mbushin të mendën të largoj Rudinin nga futbolli. Sigurisht. Ky pasion i çmendur për futbollin po e merr në qafë. Një pasion i bukur e i dobishëm. Duhet ushqyer. Edhe atëherë kur ai të bën të humbasë shkollën? Po e përmendni shpesh këtë argument. Po atëherë pse nuk pengohet arbërit i marrë të gjitha dhjeta? Në një klasë me Rudinin është. Do të ishte mirë të thellohemi në shkaqjet e prapambetis e ta ndihmojmë që ai të mësojë mirë, por edhe të luajë mirë. Ai është me të ardhmen në futboll. Futbolli pak më intereson. Fundi mund të jetë një pasion fëmie, një dëshirë kalimtare. Jo. Ai jeton dhe ndërron për të. Ta zëm se do bëhet futbollist. Po ai do të jetë një lojtar i pa shkollë. Dhe kur s'ka për të qenë ai që ju përfityroni. Teorikisht jeni në rregull. Praktikisht ç'mendoni se duhet bëjmë? Ta lër futbollin. Të marr klasën një herë, pastaj duke parë duke bërë. Çdo të mendonit ju për atë njeri që një ditë pa pritur e pa kujtuar ndërhyn me vonë në pasionin tuaj. E ju detyron. Ju urdhëron. Qenë keni tip interesant. Përjashtim për një mësues fizkulture. Ashtu? Pretendogeni se i njihni njerëzit e sportit? Më vjen keq, por duhet me urgjencë të verifikoni të dhënat tuaja të gabuara. Ju këshilloj të bëni rregullisht gjimnastikën në mëngjesit dhe të frekuentoni më dendur ambientet sportive. Vërtet, ç'do bëjmë me Rudinin? Të mos nxitohemi. Atë pasionin e tij të madh për futbollin,
ta shfrytëzojnë në dobi të mësimeve. Mirupafshim, shoku. Uran Diti. Mirupafshim, shoku Uran. Mirupafshim, shoqe Zana. Dhe uroj të ndryshoni bindjen për net sportit. Futbolli i ditëve tona nuk mund të quhet më lojë këmbëve, por edhe e mendjes. Shqetësohem kur mësoj në shkollën e Rudinit se gjatë kohëve që e kemi patur në ekipin ton, ka marrë 3-4 dhe notat të tjera të ulta. Duhet të dini se lojtarët e rritur duhet të plotësojnë dojmos disa norma. Përndryshe ata nuk lejohen të luajnë. Po ne çdo të bëjmë ata që nuk mësojnë. Ti përjashtoj? Edhe unë kështu mendoj. Të mos I përjashtoj. Ata do të vazhdojnë të stërviten me ekipin, por do të jenë gjithmonë në storin e rezervave. Në qoftë se nuk do të bëhen nxënës të mirë, atëherë nuk kemi pse t'i mbajmë në ekip. Norma juaj do të jetë mesatarja e notave 8 e lartë. Qartë? Mirë mësues. Ha Vaso. Që të bëjnë në mësuesit me prit koka fare për algebër. Ashtu të duket se je ca dembel ti Vaso. Kur ishte I Sëmur luajta unë në vend të tij si qendër sulmues. Por atë e zuri frika. Kujtoj se mos I zija vendin. E që nga ajo ditë, gjumi I natës nuk e zë derisa të më përjashtoj nga ekipi. Edhe në mësuesi Zani na I masolli në pallat. Kështu janë disa njerëz, duan të dalin kudo të parët, të jenë të shkëlqyer. Unë për veten time nuk I duroj. Pse unë I duroj? Unë si flas për tërë jetën. Dobët, Rudin. Do të vë një 6 të qalë. Tani më thuaj të drejtën. Ke mësuar mbrëm? Po mësuese, mësova deri vonë. Unë s'kam që të bëj më shumë. Ndoshta s'duhet kërkuar faj vetëm tek ti. Po sikur të mësoje bashkë me një shok. Me Arbrin për shembull. Jeni shok të një banke dhe të një skuadre. E kam të vështirë të mësoj me të tjerë. Mirë, po me këtë mënyrën tënde të të mësuarit dhe me boshllëqjet që ke ti, unë them se ke për ta pasur shumë të vështirë. Arbër, filloni një herë mësoni bashkë, sidomos në lëndët kur Rudini ka më shumë vështirësi. Shko në vend, Rudin. Din, të takojmë sot pas dite? E ke kot, unë spajtohem me ty, s'kam nevojë. Mirë, si të duash. Unë bëra si më tha mësuesja. Bijoni tema. Të dielën ekipi ynë do të jetë mysafir në Shkodër. Na ka ftuar pionerët shkodran për një ndeshje miqësore në prag të Spartakiadës. Nga ana tjetër më vjen keq që 2 nga ju nuk do të vinë në Shkodër. Këtyre 2 shokëve nuk duhet u mbetet qefi dhe as të dëshpërohen. Këtë e bëjmë për të mirën e tyre. Gjatë këtyre 2 ditëve ata të mësojnë dhe të mos ju humbasin ditët. Ndryshe mesatarja e notave nuk arrihet. Mos qaj. Do ta bisedoj vetë me trajnerin. Po mos qaj pra? Bile më mirë që nuk po shkon. Harove këtë të dielë kemi ndeshje me Besën. Si jeni? Mirë, juve mirë? Mirë, faleminderit.
Kam ardhur të lutem që ta merrni edhe Rudinin në Shkodër. E dini arsyen pse nuk po e marrin? Po e di. Bilesi familje ju adim për nder që po kujdeseni për djalin tonë. Po, ai është shumë i mërzitur. Duhet kryej bindje tek nxënësit e mi që në jetë ka gjëra më të rëndësishme se sa futbolli. Më falni, po Ju e dini më mirë gjendjen e djalit tuaj. gjumi nuk na zënate. S'dim si do të vejë ky hall. Nuk do të doja kur që fitimi i kupës t'i kushtoj shtrenjtë qoftë edhe një fëmijë të vetme. Rudini ju e ka thënë, besoj. Ne kemi marrë një vendim të rëndësishëm. E di. Po zor që ai të arrijë tetën. S'kemi për qenë dhajt ngushtë me fëmijët. Për si vjet mjafton të vërtitet aty rreth 7-s edhe 8-s. Më falni që u shqetësova. Kam besim tek Rudini. Është djalë me sede. Faleminderit. Miropafshim. Miropafshim. Hajde, vajza, mlidhuni. O Cuna, a e morët veshe? Rudinin e ha e preashtuar nga skuadra. Është e vërtet? Që të shkeme të? Unë nuk e besoj ta ketë përjashtuar trajneri. Po pse kot na u lutaj që të mos të pengonim edhe me ndeshjet e vlagjes? Edhe unë ashtu them. E ku gjenet e lojtar më të mirë se Rudinin? Faj kemi edhe ne. E dini mirë që ai kishte servitje dhe prap I thonim të luante. Ai po s'donte të prishej dhe se sot s'do të luaj me ne? Jo, derisa të mbaroj Spartakiada. Po ne ja dham fjalën trajnerit apo jo? Le që jesh në Shkodër, ka vajtë me ekipin. Çfarë Shkodër ore? Nuk o thash që përjashtuar nga skuadra. Bën një provë po deshët. Thëritën je post që brenda ja. Apo çka ke kështu? Sikur të janë mbytur gjemit. Apo mos ka ngacmuar njëri? S'më morën në Shkodër. Kush e di edhe në Spartakiad. Po pse ç'a bëre? Asgjë. Po s'pate mesatarin 8 e lartë, trajnerit të lënë stol. Je në vete? Po që nga I lezet që më I urani juaj. Po pse kushtesh nota që të luash mirë futboll? Po jam merr mua ti. Ti e di unë të tetën me zi e mora. Po në futboll të çaj apo jo? S'di që të them. Ka që jam mërzitur sa... A më mos qaj kokë fare. Ti shiko të luash mirë pa tjerat. E kush pyet për lojën? Ja, sot më lanë. Lërë po edhe në shkollën e mjeshtrisë sportive s'pranojnë pa mesatarë. Na kënaqi kjo shkolla mjeshtrisë sportive me mjeshtrit e saj, po si? 10 të marrin. Profesor të bëhen po të duan. Po në futboll janë ca kërcunj që s'marrin vesh fare. Nuk të bën nota futbollistor, jo. Po të bën kjo. Kjo të bën. Më shkat. Met Majten. Majten. Mirë.
Hajde, Rudin. Shumë mirë, Rudin. Të lumë. Atëherë, djema. Më lidhemi. Hajde, shpejt. Ashtë. Ulohet? Të dielën kemi ndeshje me Partizanit. Por mos harroni të mos sillni mesatarët e lëndëve për këto 2 muaj. Mirë? Do më gëzoni pa mas për mesatarët e lartë. Veçanërisht njëri për jush. Mirë, atëherë bëhuni gati, vishuni. Ej, djalo, po t'kullot mëndja. U goni. Aha, pas ka unë për fare më duket. Po ti këtu? E kështu kot. Të shi që jemi në kulm, se pas të shtavar njëri të neqen, apo? Ha? Që është kjo letën? Mesatarja e notave. Na kërkon mësues Urani. Akoma me këto gjërej? Po si su mërzitor buri botës? Po sa të del? As 7. S'pas ke gjë më vim duket. Pa ta shofin qikë se sikur më punon mëndja për gjëra tjilën. 5, 6, 7, 9, 6, 6, 6. Pas ke disa 6 da. Bukur. Mos u mërzit, do luash me Partizanin. Do ta rregullojmë shumë bukur, shiko. 6-at do t'i bëjmë 8-a. 7-ën do t'a bëjmë 9. Mirë? E do bëjnë disa 8-a dhe mesatarja do t'dali si për 8-ës. Kështu që ti do luash me Partizanin. Apo e? Si duket. Ka zota marri vesh që është korrigjuar. S'kuptohet fare. Po sikur trajneri të lexoj notat para të gjithëve. Pa mirë, le t'i lexoj. Se mos prish në i punë kjo. Pastaj mos do rrje i të lexoj gjitha notat një për një. Po, ati vetëm mesatarja i duhet. Kam shumë frikë se do t'i lexoj. Në skuadër kam një shok klase dhe ai e di shumë mirë që unë algebër e gjeometri me zemër e gjarsën. Mos është ai që të kallëzoj ke mësuesja? Poj. Do kisha bërë mirë të ma kishe treguar që në fillim. Kjo na ngatron punën. Si t'ja bëjmë? A si merr një letër tjetër mësueses? Të paktën si ndryshojmë gjitha 6-at. Pa dhe 7 sikur dalis, besoj se do të prishet punë për ka gjë. Apo e? Si ti them mësueses? Thuaj se më humbi. Unë e kam të vështirë, po të duash ti unë i them. Mirë se ka dhe rrugë tjetër. Po doj pastaj le të guxojë. Dgjoj, ti dorëzoj letër. Mirë? A na këtu. Si do që të vi puna, korrigjimin e ke bërë vetë, ha? Ma dëgjove. Se ndryshet. Çfarë? Duket se ky është, ha? Po. Ti arbri? Uluri. Po ju njoh me mesatarët e notave për secilin. Liri
8.7. Bledi 9.5. Sokoli 9.8. Ylli 8.8. Skëndi 9.5. Gëzimi 9.9. Arbëri si gjithmonë 10. Andi 9 dhe Pëllumbi 8.9. Dhe tani një si hariq. Jo më ka të lash për në fund. Nga 6.5 që e kish mesatare në këto 2 muajt e fundit, Rudini e ka ngritur atë në 8.2. Urimet e mia më të mira, Rudini. Dhe ç'është më kryesorja, dukshëm ai ka ngritur mesatarën në lëndë të tilla si algebra dhe gjeometria. Nga 6 që e kish mesatarën 2 muaj më parë, tani e ka ngritur atë në 8. Shumë mirë. Shumë mirë. Edhe këtë rrugë që nise, çoj deri në fund mirë. Si thoni? Rudin! Kam një fjalë me ty. Çdo, pse më flet? Ti e di që jam mallnuar. Prit. Pa më thua, ç'ishin ato teta? Ti dhe djena mësime si morën një 6. Sipas teje ç'pas kam bër? Ke gënjur. Se si ke gënjur, ato e di ti. Për këtë më ndale, ika unë. Prit, s'kam mbaruar. Pa më thënë të vërtetën, unë nuk të lë të ikësh. Cilën të vërtet? Me dorën tënde, ose atë tigonit tënd, ke ndryshuar notat. Ja çfarë? E po nëjti të gjitha i ke thua e trajnerit, se me siguri mund të am do një flet lavdërimi për këtë. Më vjen keq që flet kështu, Rudin. Por të vërtetën duhet t'ia thuash ti trajnerit. Ndryshe ai s'do të falë dhe do të përjashtoj për gjithmonë. Ne i duam lojtarët e talentuar. I duam edhe më shumë kur janë zënës të mirë. Por mos harroni, se mbi çdo gjë dhe para çdo gjëje vihet morali. Nderi, sjellja e mirë e lojtarit. Një yll futbolli por me sjellje prej rrugaçi nuk vlen gjë prej gjëje. Për këtë veprim të shëmtuar të Rudinit, unë e dënoj atë duke e përjashtuar nga ndeshjet eliminatore. Vlerësoje këtë si një masë të butë dhe nxirr mësimet e nevojshme. Ke për thënë gjë? Jo. Mbarua, mund të shkoni.
Hajde ndjenëm. Mos u mërzisni. Futbolli një rezultate edhe më të thella që janë ndryshuar, jo në pjesën e dytë, por edhe në 10 minuta në. Pra po të luani me kujdes. Jo vetëm që mund të barazoni, por edhe të fitoni ndeshjen. Qartë? Urdhërari. Shokët si kapiten më thanë t'ju bëj një lutje. Fol Arbër. Mos u druaj. Po ja, shokët mendojnë se po të futet Rudini në lojë, ne mund fitojmë. Ata thonë t'ja falim këtë rast, që ai s'do ta përsërisë më. Pra ky ishte mendimi i shokëve. Po jyti. Unë sot s'po luaj mirë. Po prish aksionin shokëve. Rudini do të luajë më mirë. Pastaj, ky është një dënim që ja kemi dhënë vet atij. Po do duam ja falim. Kështu do duam Spartakiadën mësues. Bukur Arbër. Do të humbisni veç e saj plazhin, shëtitjet, shumë takime interesante me skuadra rrethësh, etj. Atëherë ç'të bëjmë? Gjë e lehtë. Shkelim mbi fjalën e dhënë. Bile mbi vendimin e marrë bashkërisht. Edhe i themi Rudinit vazhdo të gaboshti, se ta kemi nevojë. Se ti je një yll futbolli dhe ne bëjmë dot pa ty. Edhe nesër mbledhemi përsëri. Përsëri për të gjykuar Rudinin, por për një fajt më të rëndë. Kurse në të vërtet fajtorët jemi ne vetë, sepse ne e quam në të rrugë. Paka shumë do të ngjasi me Gonin, atë lojtarin e famshëm. Edhe ju të gjithë e dini përse ai është dënuar të mos luajë. Pra unë nuk jam në një mendje me ju që Rudini të futet në lojë. Një skuadër që tërë shpresat i vartë tek një lojtar, ajo nuk është më skuadër. Po të jetë kështu humbisni. Mua s'ka për të marrë dhe aq keq. Hajde Dima. Shkoni.
Thoshte babi ty. Mos e trash miqësinë me Gonin, se e dinja ç'mall ishte. Do t'i më dëgjonje. Tani që e besova, po ja hini të gjitha fajet ati. Po çfarë kishte ai se unë nuk mësoja? Pastaj ai s'më detyroi të ndryshoja notën. Do me thënë, tani po na e nxjerr të larat, mi kontent. Të mendoja ashtu nuk hiqja fotografinë. Po mos e largoni të gjitha ati. Mirë, e lem këtë mohabet. Po si thua, ta bisedoj edhe njerë me trajnerin. Mbase... Jo, mos bisedo. S'kan faj ata. Fajnë e kanë vetë. Mirë, si duash. Mos rikëshu se do të ftohesh. Zhvishu edhe futu në robot. Natën e mirë. Djali është në gjendje të vërtet krize. Nata për të është bërë barikade paka përsysh. Të paktën, ai vetë ka humbur besimin se do të kalojë. Po afron fundi i vitit. Dhe rrugëzgjidhja cila do ishte sipas mendimit tuaj? Rudini duhet me çdo kusht të marrë pjesë në Spartakiad. Për ndryshe do t'i humbas lidhjet me mua dhe me skuadrën. Dhe këtë keni ndorë ju, mësuesi i tij. Unë? Po. S'po ju kuptoj. Ai do të lejohet të luajë vetëm në qoftë se do të ketë mesatarën 8 e lartë. Ose të paktën diku afër 8-s. Aha, ju kuptova. Kësaj radhe i kërkohet mësueses të falsifikojë me që nxënësi i saj ndodhet në gjendjen e rëndë të krizës së futbollit. Zana më keq kuptuat. Por doja të thoja që duhet të impenjohemi shumë më seriozisht se deri tani. Sipas jush, unë nuk qenë kam interesuar fare për lojtarin tuaj? Nuk vjen keq. Por në gjendjen që ndodhet Rudini, ndihma e arbërit zor se ka për t'i mjaftuar. Mesatarën më tullet ai e ka në lëndet e tua. Algebër dhe gjeometri. Interesimi im ka qenë disi i jashtëm. Dhe ai nuk është më tutje. Besoja se Rudini me Arbin mësonin bashkë, pa ata për disa javësh nuk i flisnin njëri tjetrit. Ashtu? Po më hapisni. Dhe përpiqeshin të mos binin në sy, po një ditë u muar vesh. Do merren vetë me këtë çështje. Janë lëndët e mia, dhe veç kësaj jam dhe mësuesja e tij kujdestare. Zi po mbajnë këmbët. Ece bëj dhe shtesën.
Shes, Urdhërar. ju lutemi të gjithë. Futani në Rudin. 70 minuta të lojës mbaron, deri këtu ishte dënuar. Pastaj ai arriti dhe mesatar. Zhvish Rudi. Hajde një djema, nisemi. Të më bësh telegram pas ndeshjes, ha? Ha? Apo jo? Ej, duam shumë gola ne, mos na të kërë shkaqen e vire. Miru pafshim. E, të bësh një gol me kokë. Do të vinë në një ditë të të shumë. Ha? Miru pafshim. Miru pafshim. Ika baba. Miru pafshim. Të ndarë nga rëmësise? Miru pafshim, suksese. Faleminderit. Miru pafshim, Miru pafshim. suksese. Dhe të ktheheni me fitore. S'të vjen keq të ndahemi tani? Shkoni tani, vërtet e të grua. Fëmijët po ju presin. Miru pafshim, zë. Miru pafshim.